nga Leonard Koja në Window Radio.ai. Të nderuar miq, mirëmbrëma dhe përshëndetje. Mirë se takohemi së bashku këtu në Horizont, si çdo të enjte, të premte dhe të shtunë në Window Radio. Sot është data 11 qershor 2026 dhe ju uroj për të gjithë mirë se u takuam së bashku. Uroj që të jeni të gjithë mirë, të ketë qenë javë sa më e mbar, sa më pozitive. Edhe pse është një javë e zjarrt në Shqipëri nga protestat ku populli shqiptar po reagon, populli shqiptar po proteston, të rinjt janë në shesh, të rinj, të vjetër, minoren, nëna me fëmijë, pra sheshi Skënderbej është më bukur se kur, sepse në kuptimin që shqiptarët po reagojnë dhe shqiptarët po kërkojnë të jenë vetvetja dhe të jenë ata që vendosin për fatet e tyre. Uroj që kjo protestë në Shqipëri dhe kudo në çdo qytet kryesor të perëndimit, duke filluar nga Italia, Gjermania, Angli, Francë, New York, Michigan, Los Angeles, kudo, Kanada, pra shqiptarët janë ngritur, pra e mira do ishte që të ishim një shtet sa më demokratik dhe sa më i rregullt. Pra nuk është mirë kur protestohet, sepse kur protestohet pra kuptohet që situata apo gjendja nuk është e mirë, por ka të anën pozitive, sepse kemi thënë vazhdimisht edhe në emisionet tona apo në bisedat e ndryshme, pse shqiptarët nuk reagojnë. Por ja, pra që shqiptarët reagojnë dhe shqiptarët janë ai popull që kanë ditur të përballen me pushtues, të përballen me armiq dhe jo më mos të dinë për të zgjedhur punët e tyre. Pra shpresojmë që protesta të jap atë çfarë shqiptarët kërkojnë. Pra, shqiptarët kërkojnë që kryeministri Rama të largohet nga pushteti, ka sa vjetër politike, po ashtu të largohet nga pushteti, pra të ndryshojë sistemi politik apo të thyet ajo barriera e sistemit politik. Atëherë sot data 11 qershor, sot është edhe një eveniment tjetër, pra sepse fillon kampionati botëror ku për të gjithë tifozët do uroja që ta shijojnë të kampionat botëror, të jetë një kampionat sa më i bukur, të shohim futboll të bukur, të shohim fair play dhe të shkoj sa më mbar dhe le të fitoj skuadra e zemrës. Uroj unë, për mua skuadra e zemrës është Brazili dhe shpresoj të fitoj Brazili, sepse thonë 24 vite që Brazili nuk ngre kupën dhe Brazili duhet të marrë kampionatin e 6 botëror. Kjo është dëshira ime, kurse për ju uroj dalë fitues, po gjithmonë mbas Brazilit. Atëherë, miq, unë dua të rikujtoj për të gjithë ata miq të ri mundësitë se ku mund të ndjekin Window Radio. Window Radio ka disa mënyra për të ndjekur, është website-i zyrtar windowradio.de, ku ju këtu mund të lexoni informacionin dhe lajmin e fundit, si dhe të dëgjoni emisionin ton live tani, por edhe muzikë 24/7 që përzgjell DJ Bledi, DJ i radios ton. Po ashtu mund të dëgjohemi në platformat ndërkombëtare, unë po them disa prej tyre, sepse për hir të së vërtetës janë rreth 20 platforma ndërkombëtare që Window Radio ndiqet. Ju mjafton që t'i shkarkoni në Play Store apo në Apple Store, janë pa pagesë dhe aty do keni në çdo moment, në çdo minutë, 24 orë të ditës muzikë shqip të përzgjedhur pra sikur thash nga DJ Bledi, po ashtu dhe të ndiqni dhe emisionet dhe programacionet tona që i kemi të përditshme. Window Radio ndiqet në Radio Box, TuneIn, Mindtuner, Radio Shqip, e cila është platforma kryesore e radiove shqiptare, Radio.net, Radio.it, ku diun, pra është një pafundësi platformash, pra do thosha që në çdo platformë ndërkombëtare të radiove mendoj dhe besoj që ndiqemi, jemi të regjistruar dhe thjesht mjafton që ju të kërkoni një nga këto platformat dhe ta shkarkoni në pajisjet tuaja dhe ne jemi aty.
Po ashtu mund të kërkoni edhe në Google Search windowradio.de live dhe jemi edhe me emisionin live në Google. Është edhe faqja zyrtare e Facebookut windowradio.de ku ju këtu mund të komentoni, mund të dërgoni pyetje dhe ne në varësi të kohës do përpiqemi të përzgjedhim një pyetje për të ftuarën tonë. Po ashtu emisioni do jetë ritransmetim për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të dëgjojnë tani live, do jetë në orën 3 pas mesnate, pra në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas. Prandaj është zgjidhur kjo orë vonë për orën e Evropës, por për të dhënë mundësi edhe dëgjuesve tanë në Amerikë dhe në Kanada që të kenë mundësi të ndjekin në emisionin që ne kemi live tani. Po ashtu emisioni do jetë regjistruar nesër në faqen zyrtare të YouTube-it Window Radio Hapësirë.e. Pra mjafton të bëni një subscribe këtu në YouTube dhe do ju vinë të gjitha emisionet tona apo programet që ne përzgjedhim për ju. Do kërkoja shumë mirësisht të gjithë miqve, pra sepse sigurisht themi në çdo emision ne nuk është se fitojmë diçka, as ju nuk humbni diçka, por të dy palët fitojmë nëse ju shpërndani Facebookun e radios në faqet tuaja të Facebookut apo në grupe ku jeni të antarësuar që të na shtohen miq, të na shtohen shqiptar dhe të bashkëbisedojmë njëri me tjetrin sepse Window Radio është vetëm e dëgjuesit. Ne si staf, si moderator përpiqemi të jemi shërptor të drejtë dhe valët e Window Radio janë vetëm të dëgjuesve dhe të gjithë ata shqiptarë që kanë dëshirë për të thënë diçka, po që kanë për të promovuar diçka, kanë një mendim për të thënë. Window Radio është e mendimit të lirë dhe është totalisht pa censur, pra gjithmonë brenda komunikimit etik mediatik. Kështu që për të gjithë mos hezitoni të na shkruani në rrjetet tona sociale, në numrin e telefonit dhe apo dhe tek moderatorët e tjerë dhe ne të gjejmë gjithmonë hapësirë për ju. Miqtë mi, mos azgjasëm me këtë monologun tim, sepse nuk kam shumë mirë monolog, por janë disa gjëra që duhen bërë. Dhe unë do ftoj një shqiptare, e cila normalisht në shqiptar ftojmë, por kemi patur edhe të huaj të ftuar, por unë të ftoj një shqiptare e cila me punën e saj, me veprimtarinë e saj, me kurajën e saj, përpiqet të bëjë më të mirën për emigrantët në Itali, pra të japë shembullin pozitiv, të jetë gjithmonë një zë i fuqishëm dhe ne kemi nevojë për njerëz të tillë që të kuptojmë që ne shqiptarët jemi produktiv dhe jemi njerëz që japim shumë për vendin ku ne jetojmë, për vendin për nga ne vim, jemi gjithmonë suportues për njëri tjetrin dhe siç e dimë të gjithë, emigracioni asnjëherë nuk është i lehtë, por të përballohesh me emigracionin dhe të plotësosh veten dhe të përpiqesh për të plotësuar të tjerët, kjo është që duhet të themi çdo shqiptari. Mirënjohje dhe unë sonde e ftoj dhe i them mirënjohje që më ndërron sonde në emision zonjës Sonila Kulla. Mirëmbrëma Sonila. Mirëmbrëma Leonard, mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën, faleminderit Windows për këtë hapësirë. Edhe ishte kënaqësi të dëgjoj edhe monologun sepse kishte informacione shumë të rëndësishme. Dhe mbi të gjitha sikur se ti, ne jemi ura sepse jemi lidhje mes Shqipërisë dhe mes Italisë dhe mundohemi që të japim çfarë kemi mundësi për të dhënë, si për italianët për shembull, sepse unë jetoj në Itali, si ju në Gjermani ose për shqiptarët në Shqipëri. Sonila, unë të falenderoj që ne po komunikojmë dhe t'jam mirënjohës që ju me herë të parë që dërgova ftesën, pra me komunikimin që ne kishim, ju pranuat të jeni me audiencën tonë dhe të shkëmbejmë disa mendime, të japim disa, pra atë që ne mendojmë dhe atë që ne dimë për të thënë, kështu që edhe një herë shumë faleminderit. Lutem. Sonila Kulla, nga Gulbardha e Burrelit apo e Matit? Nga Gulbardha e Pjetër Budit, si do prezantohesh? Sonila Kulla, kam lindur në një shat, në shatin e poetit
që pjesa më e madhe e shqiptare njohin, Pjetër Budi. E theksoj sepse jemi krenar që që unë kam lindur e shumë persona që kanë lindur në fshatin tim, sepse është një fshat i vogël, nga rrethi i Matit, kështu Guribardh Mat. Një fshat i vogël ku kanë lindur shumë persona me dëshirë për të me dëshirë për të dhënë kontributin e tyre në të gjithë fushat në Shqipëri. Edhe vendlindja është për të gjithë e rëndësishme, po kur ke lindur në vendin e një poeti si Pjetër Budi, ndjesh akoma më krenare. Një fshat i vogël që ka lindur koka të mëdha, që ka lindur një fshat i vogël. Kërrethejnë të rilindjes dhe të letërsisë shqiptare, të hapave të parë të kulturës shqiptare dhe të artit shqiptare. Është e bukur. Absolutisht. Para disa të ndërpreva fjalën, më fal. Me 15 tetor, shkolla e parë që kemi hapur në fshatin ton, bënte 100 vjetorin e hapjes. E hapja ishte bërë nga persona si ti. 100 vjet shkollë në Gurtëbardh. 100 vjet shkollë në Gurtëbardh. Edhe ishte krenari e madhe, Leonard, sepse unë kam mësuar, kam hedhur hapet e para në atë shkollë, unë jam vajza një mësuesi, dhe si kur imagjinon jam rritur në mes librave në shtëpi. Mamja kishte pak problem, domethënë se kishte shumë libra mes babit edhe neve. Po megjithatë, sa që nga tërheq veshi ty, që të lexosh e të mësosh. Eksakt. Dhe jo, të thënë të drejtën, kam lindur në një familje që kam pasur fatin e madh, sikur thash, të lind në një fshat ku dituria ka qenë vlerë, është vlerë sot edhe do jetë vlerë nesër. Gjyshërit e mi, edhe pse nuk kishin jetonin në kushtet që jetonin si gjithë shqiptarët, nuk mohohet që ishin në vështirësi, të gjithë donin që fëmijët të shkonin në shkollë. Babai im, që është mësues, nuk na ka kërkuar asnjëherë asnjë gjë tjetër përveç se shkollës. Ne jemi 4 motra dhe ka dashur gjithmonë që të ishim të gjitha me shkollë të lartë, të gjitha me zanat, sepse sipas babit edhe sipas të gjithë personave nga Guribardh, shkolla mbi të gjitha për vajzat është gjëja më e rëndësishme. Kjo po pëlqen më së shumti, sepse do të patë parasysh atë patriarkizmin ton shqiptar, me fjalë, dhe do të patë parasysh përgjithësi fshatat e veriut quhen si fshata fanatika, po që nuk i dërgojnë vajzat në shkollë, përveç të vjeçare, dhe kjo është shumë e bukur. Vërtet admirim për prindërit tuaj. Jo vetë prindrit, të gjithë. Ka shumë raste, domethënë në Gurtëbardh, që nëse do keni dëshirë dikush nga dëgjuesit, nëse ka dëshirë ta vizitojë, është një fshat shumë i bukur, një fshat që ka shumë tradita, një fshat ku ka jetuar, domethënë, traditat dhe zhvillimi i diturisë gjithmonë. Gjithmonë kemi investuar në shkollë, gjithmonë kemi investuar në numrin më të madh të personave që shkollohen. Gjyshi im kishte 9 fëmijë edhe i ka çuar gjithë në shkollë. Edhe bëhet fjalë për vitet shumë mbrapa, sepse mami im ka lindur në 56-ën. Kështu që gjyshi nga mami apo gjyshi nga babi tash, se gjyshi nga mami, po e njëjta gjë dhe gjyshi nga babi. Po pse edhe ju bëvel si gjyshi nga mami, thoni, sepse në Malësia Madhe në Shkodran themi babdaja me fjalë të gjyshit mami. Jo, ne themi gjyshi nga mami. Okay. Gjyshi nga mami o gjyshi nga babi. Numrat e familjeve ishin të mëdhaja. Megjithatë, diçka e bukur, Leonard, që kam në zemër dhe që kam jetuar atë ditë kur festuam 100 vjetorin e hapjes së shkollës, me kontributin e personave si ti, si shumë vullnetar që punojnë në gjithë Europën, kanë punuar dje, po punojnë sot, do punojnë nesër, krijohen ura
Edhe duke krijuar ura, krijojmë bukuri, thjeshtësi, edhe më kanë mësuar që në jetë kanë rëndësi gjërat e vogla. Nuk ka rëndësi Faktikisht ajo është e vërtet sepse në jetë detajet janë ato që bëjnë ndryshimin, qoftë mirë, qoftë që në keq. ndryshojnë ditën. Absolutisht, dhe nëse ne dim të ndryshojmë detajet, pastaj dim edhe të ndërtohemi. Sonila, meqense jemi tek Guribardha. Guribardh. Okay. Guribardh. Guribardh. Tani ti më thej 100 vjet shkollë në Gurin e Bardh, thatë kemi festuar 100 vjetorin e shkollës. Shkolla mban emrin Pjetër Budi, patjetër? Si? Mban emrin Pjetër Budi, është absolutisht shkolla Pjetër Budi. Ka ngel njerëz në Gur të Bardh? Ka fëmijë që shkojnë në shkollë, ka rini, pra na thuaj diçka shkurt sepse flitet shumë për shpopullizimin, për migrimin e njerëzve, për emigrimin. Aty do të dilja, Leonard. Pjesë e bukur e asaj dite ishte për mua, sepse si kur thash jam vajza një mësuesi, dhe aty kisha mundësinë të takoja të gjithë mësuesit e mi, edhe t'i falenderoja për ato që më kanë dhënë, për ato që jam sot, sepse aty ku kemi filluar bazat. Kjo ishte ana pozitive. Ana negative ishte sepse dikur, kur isha unë studente, ishim 300 familje në Gur të Bardh, ndërsa sot I numërojmë me gishtat e dorës, kishte vetëm 15 fëmijë besoj. Edhe kjo ishte pjesa që më thyu zemrën, sepse babi im thot gjithmonë, nëse jeton në një vend ku nuk dëgjohet zëri I fëmijës, ka probleme. Diçka nuk shkon. Është shkret e tjera ato, pastaj nuk diskutohet sepse diçka nuk shkon. Domethënë, kur dëgjoj gjithmonë që keni shkuar për shembull ndonjëherë, zakonisht në jetë, në familje, në përgjithësi, mundohemi gjithmonë të shikojmë anën e pozitive të gjithçka që ndodh, e mirë ose e keqe, sepse është eksperiencë. Besoj që kushlen në momentin që kemi kthyer shpinën, kemi kthyer kurrizin Shqipërisë, nuk ka qenë zgjidhje lehtë, Unë flas për veten time, kam qenë shumë e vogël, kemi ikë shumë të vegjël, nuk kemi jetuar fëmijërinë, sepse fëmijëria që kemi jetuar ne ka qenë në viteve 80, e dim gjithë shqiptarët se si ka qenë. Domethënë kemi kaluar direkt nga fëmijëria në përgjithësimi, që kemi po shkonim drejt diçkaje që nuk dinim, kështu që unë mendoj gjithmonë sa herë flas me njerëzit, para se të thuash keni kthyer kurrizin tokës, duhet menduar se ai person që bën atë zgjidhje nuk e bën asnjëherë me zemër të lehtë, nuk e ka bërë asnjëherë me zemër të lehtë, dhe e jona nuk ka qenë zgjidhje, ka qenë obligim, domethënë. Absolutisht, edhe kemi qenë të detyruar edhe nga rrethanat, nga patet, nga shumë shkaq. Të detyruar. Edhe për këtë më vjen shumë keq, sepse ka shumë ndryshim. Sot, në qoftë se gjenerata spostohen nga Italia në Gjermani. Çfarë ndryshimi ka Guribardha sot? Guribardha, çfarë ndryshimi ka? Ose, shiko, duhet më thuash ndryshimin, po duhet më thuash diçka pikante nga Guribardh. Nga Guribardh. Qa trollohet atje, qa bëhet atje, përse që duhet të shkojmë në Gur të Bardh. Atëherë, në Gur të Bardh ka disa motive për çfarë duhet të shkohet. Pikë e parë, sikur thash, ka një natyrë të mrekullueshme. Pikë e dytë, ka akoma familje autoktone që jetojnë aty dhe kanë organizuar, kanë hapur shtëpitë e tyre për të përdorur për turistët, për bujtinë. Jo, direkt shtëpiat e tyre. Kemi bujtina, po kemi edhe direkt shtëpiat e personave që jetojnë aty. Edhe ka mundësi që të çojnë te lopa, te viçi, të gatuash. Tani unë nuk e di se ju në Shkodër si e gatunit bukën, po në bukën me miell e me ujë. Me miell misri e bëshin.
Me miell misri, imagjinoj sepse nuk duhej as krip, as sheqer, as gjë, miell e ujë e basta, kështu që mendoj që këto janë motivet edhe disa motive tjera, sigurisht është fakti se ne kemi kemi marrë shumë traditat si për gjithë rastet e jetës së njeriut, për lindjet, për martesën, Vazhdo të ndëruar këto për të gjitha, edhe për gjithë momentet e jetës, edhe për momentin e fundit të jetës, akoma ne sot është diçka shumë e bukur që nuk do e gjejmë në vitet që vinë dhe për këtë më vjen shumë keq. Ne akoma sot, në qoftë se komshia ka një rast për mirë ose keq, komshia nuk bën asgjë, nuk punon, nuk ndihmon. Të gjithë ne punojmë për që ai të gëzojë këtë moment. Edhe hapim shtëpiat tona, të gjitha hapim shtëpiat tona, oborret tona, mblidhemi, këndojmë, çajm. Dasmat ku i bëni? Dasmat i bëni lokal apo në bar? Ku i bëni buri i bar? Dasmat derivoni kemi bërë në shtëpi. Pastaj filloi ajo idea mos na smuhet njeri edhe filluan t'i bëjnë në lokal, po me thënë të drejtë më pëlqejnë shumë dasmat që bëjmë në shtëpi. Vitin e fundit bën një dasëm te komshia ime. Është fantastike sepse kemi një veshje edhe ftoj dëgjuesit të gjithë, dëgjuesit e nderuar, që të shikojnë në internet veshjen e gurit të bardh, është e bërë me dorë, kompletisht është e bërë me dorë nga mamat e gurit të bardh, nga gratë e gurit të bardh që akoma punojnë këtë veshje, akoma stilisin dasmat tona me këngë me veshje. Ti me pa dashjen tënde, me pa fajsin tënde, ti mund detyron të bëj pyetje që se kisha ndërmendje. Për shembull Sonila, ditë bëri nga këto veshje, di Sonila të bëri si këto mamat e gurit të bardh. Unë di të bëj vetëm, di të këndoj disa këngë, di të kërcej, kam pas mësuar të bëj diçka, bëja tapete, qilima, që ndisje çarçafër, sepse kur isha akoma në gur të bardh, nuk isha isha e vogël, mami më thoshte, po do martohesh, do përgatish atë. Si gjitha nënat shqiptare me vajzat. Do bësh paje, do bësh gjë gati. Do bësh paje gjitha. E po ti nuk di përgjigjen time, Leonard, po ngjosh përgjigjen time, ngelesh pak kështu. Përgjigja ime, di kush ishte? Që unë do ju dërgoj librat vjerrës. Të zgjidhni romanin që don. Ta mama e përgjigja tipikut e brezit tonë, me fjalë, po përgjigje si thosh inteligjente, se më shkoi në mendje fakt thashë do thoshe që do e gjej burrin me lek. Jo, unë kisha menit e libra. Këtë se kisha dëgjuar dhe një me fjalë, po se përgjithësi dëgjoj këtë shprehje, po do e gjej milioner, do e gjej me lek, do e gjej kështu, do e gjej ashtu. Po jo pra, sepse sikur thash në fillim, nëse rritesh në familje ku babi të thotë që investimi më i sigurt është vetvetja, ti je gjithmonë independent në jetë, kështu që nuk synon kurrë të gjesh një person të pasur, sepse nuk ka pasuri më të madhe se investimi mbi vetveten. Absolutisht, ne kuptojmë edhe në pjesën e pak të humorit dhe të këtyre me fjalë, por faktikisht ajo është duhet të jetë primar dhe prioritet për çdo njeri që kërkon të ndërtojë familje, të ndërtojë marrëdhënie, partneriteti, gjithmonë duhet parë ajo pjesa e kompletimit të personit dhe jo pjesa materiale apo pjesa lekut. Shikoj, më shkruan një shok nga Kanadaja, po më shkruan në WhatsApp. Thotë Leonard, të lutem, thotë po më duket shumë interesante biseda, thotë do doja të dija, thotë shtëpia Pjetër Budit apo ka diçka, thotë gjurmë nga Pjetër Budi, thotë në gurin e bardh. Sepse thotë është akoma përshëndes dëgjuesin. Nga Kanadaja, the? Në Kanada. Okej, e përshëndes nga Torino. Në gur të bardh është akoma shtëpia e Pjetër Budit.
është akoma është origjinal sikur ka qenë Wow, më përpara, kanë që thua. modifikuar vetëm një pikë të vogël të strukturës të kësaj shtëpie, është busti i Pjetër Budit edhe është i vizituar shpesh si nga shqiptar, por mbi të gjitha është vizituar nga persona që vijnë nga jashtë shtetit. Që bukur. Sepse sikur thash ka një natyrë të mrekullueshme guri bardh edhe ka një ka një Se magji të veçantë. më bëre gurin e bardhë si Las Vegas si tash. No, ka atë magjin që të tërheq, diçka që aty kanë ecur persona që kishin vlera. Edhe në vendit që kanë ecur persona që kishin vlera ja vlen të shkosh ta vizitosh. Pati se ti më i përshëndes të gjithë gurbardhësit, kështu thua? Guribars, faleminderit. Guribars, i përshëndes të gjithë dhe uroj të gjithë fat, suksese dhe të jenë sa më pozitiv, kështu siç je ti dhe të investojnë dhe të bëjnë sa më shumë për familjet e tyre, respekte për gjithë. Ashtu po bëjmë. Tani po mendohem që të bëj veshjen e Gurit Bardh të ma bëj dikush dhe do ekspozojmë në festën e nëntorit që vjen me gjithë veshjet e traditave shqiptare që kemi këtu në Piemonte, sepse është shumë bukur kur shikon pasurinë e Shqipërisë në rrugët e Italisë. Absolutisht, dhe është vërtet gjë e bukur. Por okay, meqense më doli këtë veshja, tani Mërcia Malle ka xhubletën. Është veshja e Zadrimës, është veshja mirditore, fustanella e jugut etj. Dhe për shembull xhubleta dhe mos gaboj tash edhe Zadrima më duket është duke provuar të njohë UNESCO. Kjo veshja, mi fendesha të pyesë këtë, kjo veshja e Gurit Bardh, tentohet të hyjë në këto organizmat e njohjes nga Ministria e Kulturës apo nga UNESCO? Jo, akoma po mundohemi me kuptimin, po punojmë për këtë drejtim. Dëgjoj, diçka që më ndodh mua kur më fal se ndoshta të marr shumë kohë. Diçka që më ndodh mua kur Okej. Diçka që më ndodh mua kur vesh këtë veshjen e Gurit Bardh është më duket sikur kam diçka që vishin të gjithë gratë e Gurit Bardh që në vite që domethënë sikur ka një histori ajo veshje. Për ne gurabardhësit, për ne gratë shqiptare, për ne gratë e Gurit Bardh dhe shumë gra nga Shqipëria që veshin këtë veshje sepse është me të vërtet shumë e veçantë. Mbartë diçka të veçantë sepse unë them ato e ka veshur gjyshja ime, stërgjyshja ime. Është histori, Dhe mbi të gjitha diçka që për mua është një temë shumë e rëndësishme janë zhvillimi i grave, pavarësia e grave dhe vendi që kanë gratë në shoqëri. Është shumë e rëndësishme, ka qenë e rëndësishme dhe unë mendoj në qoftë se investohet tek gruaja mbi të gjitha, investojmë mbi të ardhmen, sepse fëmia lind kur lind nëna themi ne, thoni dhe ju besoj, kështu që në qoftë se investohet investohet tek gratë që të kenë mundësi është diçka shumë e rëndësishme. Shiko, okay, më fute në këtë temë edhe pse kisha menduar pak më vonë, por do të bëj një pyetje. Prova skaletën. Jo, mos është problem se i hedhim skaletat, a kupton se ne bëjmë bashkë bisedim, o janë mirënjohës të gjithë atyre që po na ndjekin dhe po më shkruajnë edhe në Messenger, në WhatsApp, i falenderoj të gjithë. Unë duhet t'ju them që nuk është se e ndjek shumë Facebook-un për të lexuar komente e gjëra, por u jam mirënjohje të gjithëve. Dhe ne në radio të Solida, më qenë se shera parë, ne përpiqemi të bëjmë biseda të thjeshta, bashkë bisedim, pra për të kuptuar më mirë ato, si thua, ato për shkak për çfarë bëhet biseda. Okej, kthehemi tek gruaja shqiptare. Pra ne kemi thënë vazhdimisht dhe kemi patur në veriu kemi thënë gra bornesha, gra të forta, pra gra që kanë ditur të mbajnë familje, të mbajnë të kalojnë shumë problematika, duke pra gjithë e dim pak a shumë historinë tonë. Mendon që sot
gruaja shqiptare po evolon, pra po ecën, po përpiqet të ecë përpara, apo vazhdojmë të jemi sërish ajo shoqëria që në një farë mënyrë bëmi pengesë, pra flas pjesa mashkullore, vazhdon akoma të ketë atë pengesën ndaj femrës shqiptare. Si e shikon gruan shqiptare sot? Atëherë, duke qenë që unë jetoj ka vite në Itali, nuk mund të shprehem shumë për sa vjen në Shqipëri, domethënë aktualisht se si është gruaja shqiptare sot. Atë që shoh, ose ndoshta atë që dua të shoh, që gruaja shqiptare sot po mundohet të jetë indipendente, jo vetëm nga ana ekonomike, sepse sikur thamë dhe parë, shpesh vëmë rëndësinë anës ekonomike, nuk është ana ekonomike që është gjithçka në jetë. Sepse njeriu nëse nuk ka lek, e gjen zgjidhjen. Nëse nuk ka zgjuarsi, ka vështirësi të gjejë zgjidhjen. Konsekvent të shprehën, më mirë të dish se sa të kesh, kupton? Prandaj, megjithatë, unë mendoj që gruaja shqiptare sot po kërkon hapësirën që nuk i është dhënë akoma. Ka akoma shumë nevojë për support, ka akoma shumë nevojë për suport, edhe mbi të gjitha, Leonard, besoj gjenerata ime akoma domethënë lufton mes dy zjarreve. Dy zjarreve. Zjarri i parë është ajo që kemi nga kultura shqiptare, përgjithësi, mami, familje, respektimi familjes, këtë janë ndej. Nga ana tjetër është gruaja që unë kam identitet, unë dua të jem e pavarur, unë dua të jem këtej, unë dua të jem andej. Edhe unë e shikoj në mes akoma. Shikoj në mes gjeneratën tonë, për gratë po flas, ndoshta gabohem, e kërkoj falje nëse ndonjë. Jo, ne kemi nevojë të kërkoj falje shkruaj, ne themi mendimin tonë, e mendojmë kështu. Unë mendoj që gjenerata jonë është në këtë pikë, është akoma në mes, akoma po lufton mes traditës dhe evolucionit, nëse duam ta themi kështu. Ndërsa fëmijët e tyre janë më përpara me kuptimin që kanë bërë direkt atë të dytën, nuk e kanë pas pjesën e përgjithësisë, sepse shumë gra që njoh unë shqiptare që ishin për shembull të dielën në Torino, unë po flas për 20 vjeçare, 25 vjeçare, 22 vjeçare, nuk e kanë pas pjesën që kemi pas ne, që na ka ulur shpatullat, që na ka se tash ti mos sa bëj fare pleq, edhe ne po pjesëtuam për dy, o zot sa dalim, po jemi pak a shumë një gjeneratë dhe domethënë e vërtet, absolutisht e vërtet, po gjenerata jon nuk mund ta mohojmë, ka përballuar përgjithësi të ne me brezin ndërmjetëm që jemi pa i brezin mes dy zjarreve, sikur e the edhe vetë ti, pra që janë me prindrit, mentaliteti, janë fëmijët, brezërit. A kupton, dhe ne jemi pjesa që duhet si të shpeshherë dhe të konfliktohemi brenda vetes. Të shprehemi. Ka momenti që të shprehemi. Absolutisht. E di çfarë shoh unë në sytë e grave që kam parë në këto vite aktivizimi, që kam parë në shumë rrethana, manifestacione, gjitha. Shikoj që gratë shqiptare 40 vjeçare, 46 vjeçare që jetojnë këtu, që kanë tani fëmijë pak a shumë të mëdhej, pyesin veten, po unë si person, çfarë ku është vlera ime, përveç se jam mami, grua, kam edhe unë dëshirë që të shprehem, kështu që unë shoh një dritë të re në këtë brez, dhe duhet më i dhënë hapësirë, Leonard, duhet më i dhënë hapësirë kësaj drite, sepse unë mendoj që gratë shqiptare dhe gratë në përgjithësi janë pasuri për të gjithë, sepse sikur thash më përpara, kultura një kombi lind me nënën, nuk lind me fëmin. Absolutisht, nuk diskutohet ajo, dhe më thënë drejtën në përgjithësi familja shqiptare ka këtë problem, është një problem me krize, nëse e shohim atë syrin social dhe psikologjik, sepse
janë shumë faktor tashmë, është brezi, është evolimi, është emigracioni, janë shumë çka që po ndikon sot tek familja shqiptare. Dhe po shpresoj që të fillojmë të ndërgjegjësohemi, sepse do të kenë diçka parasysh. Vërtet ne njohim shumë burra heronj, pra në bota, jo thjesht Shqipëria, apo historian që kanë shkruar historinë e botës, por do të keni parasysh që gjithmonë mbas një burri të suksesshëm apo mbas një burri të fortë, gjithmonë ka qenë një grua e fortë. Dhe Absolutisht. këtë do të kemi parasysh, gruaja nuk është gjysma e burrit. Gruaja është përkrahasja dhe plotësuesja e burrit. Absolutisht dakord. Vetëm të shoqërojmë Si, programin. certamente. Certamente. Sonila nga guri i bardh, sepse ikëm nga Sonila, erdhëm te gratë, po flasim për gjithë Miletin edhe harruam Sonilën. Apo po bëjmë thashë theme për gjithë. Nuk ka rëndësi. Jo, nuk ka duhet të- rëndësi, jo, flasim okay. për gjithë. Ti ke studiuar shkencat politike dhe ekonominë, apo jo? Po, unë kam Këtë ke ardhur studiuar në Torino, shkencat politike ekonominë? po në Torino. Në Torino, kur kam ardhur unë në Itali, si gjithë kemi pasur të gjithë vështirësitë e para të punës, organizimit, mbijetesës. Edhe më ka, domethënë, drita ime ka qenë gjithmonë kjo dëshira që të studioja në Torino, sepse në Torino është një universiteti i shkencave politike, është Shumë i njohur. një ndër universitetet më të njohura, sepse profesorët nuk janë thjesht profesor, ishin profesor jete. Të bënin me gjithë mend, unë mbaj akoma mend leksionet që kam bërë në 2004, kështu që me gjithë mend ishin emocionues, ka qenë shumë formuese për mua, edhe pse bëja me shumë vështirësi, sepse ndërkohë punoja kohë plot dhe studioja, domethënë studioja natën, punoja ditën, pushime, këtej andej me shumë vështirësi, si të gjithë. Edhe më ka pëlqyer gjithmonë temat sociale, temat politike. Ka qenë një moment formues të identitetit tim, sigurisht. Duke qenë që bëshim shumë studime mbi Europën, më ka pas pëlqyer shumë edhe kam pas vlerësuar shumë diferencët që kishte mes Universitetit Shqiptar dhe Universitetit në Shqipëri. Kisha shumë vështirësi unë si të gjithë, sepse ne nuk kishim zhvilluar sensin kritik. Ti ke shkuar në Torino, pa në fakultet, nga gjimnazi i Shqipërisë apo nga bachelor në Shqipëri, më fjalë? Nga gjimnazi i Shqipërisë. Nga gjimnazi Kam shkuar vet, nga okay. gjimnazi i Shqipërisë. Me gjimnazin e Shqipërisë kam Gjimnazi, shkuar. okay. Edhe kur kam dhënë provimin e parë, më tha, më thirri profesori, më tha, Kulla, tha, mirë, tha, kjo italishtja, tha, duhet përmirësuar, të di, thash sigurt, nuk kisha bërë asnjë orë leksion italishtje, kështu që të lloj të imagjinosh, mungoshin dopjet kur duhej, e kisha vënë kur nuk duhej. Megjithëse sepse u bëshin me shkrim, nuk kishte kompjuter, ishte ndryshe atëherë. Edhe profesori tha, është bërë shumë mirë ajo detyra që ke bërë, tha, po ka diçka që nuk më pëlqen. Dhe thash, lutem, më thuaj çfarë s'pëlqen. Nuk ka sens kritik këtu, tha. Nuk ka sens kritik, duke sikur ke mësuar përmendsh ato që kemi thënë. Kështu kemi pasur shkretet arsimin në atë kohë, ku ka pasur shkretet. Lexoj mësimin edhe thye me fjalë tua, ku do thye përmendsh me fjalë tua. Thye përmendsh. Unë si gjithmonë ju përgjigja në mënyrë time. Do të dish përgjigje që i dhash unë? Përgjigje shqiptare? I thash, më fal profesore, ke parë nga viun? Edhe të tha, të kryj falje unë, tha, e pash se nga vjen edhe e kuptoj sepse s'ke sens kritik. Absolutisht, ka qenë vërtet shumë problem edhe arsimimi në Shqipëri është edhe sot shumë të cunguar, është edhe sot shumë problematik. Edhe sot nuk e ka rinia, ose po flasim, nuk është puna ti
flasim për të gjithë, se nëse flasim për gjithë, po në të përgjithshme shoh një rini shqiptare që ka shumë të dobët kritike në argumentin, pra më tepër janë të prirur tek arsyeja, se sa ata argumentojnë diçka, apo të jenë kritik, apo e shoh pak problematik dhe shumë të cunguar këtë edhe sot. Po mirë, shkenca politike, ekonominë, pra Ekonominë sepse ndodhi diçka që kam karakterin pak veçantë. Kur dhash provimet e jo ekonomisë, kopratës ti? Se këta jo, jam ekonomistët, determinate, jam pak ekonomistët i kam frikën, jo. këta ekonomistët i kam Jo, jo. frikën. Jo, fare, prandaj është e çuditshme, fare, jo. Kur dhash ato provimet e ekonomisë më pëlqyen shumë, më emocionuan shumë edhe në atë kohë unë lexoja gjithë librat e Premio Nobel Stiglitz. I kam ngrënë librat e Stiglitz, edhe pse nuk kisha lek, librat e tij i bleja gjithmonë. Edhe çdo libër që nxirrte Stiglitz e bleja, lexoja lexoja Amartya Sen. Edhe kështu vendosa që të jepsha 10 provime për të kaluar nga një universitet në universitetin tjetër, sepse vendosa që doja të bëja një magjistrale në ekonomi. Kalova në fakultetin e ekonomisë, po në fakultetin e ekonomisë ishte komplet ndryshe, sikur se ti vetë, sepse aty mendohet vetëm lek, ekonomi, biznes. Unë për vete, E do të thënë ka dy faqe. unë për vete them, me qenë se kam lek të pi kafe në paradite, hajde ti harxoj këto se mbazite e bozoti mirë, kupton? Ose kam mbazite, ose për nesër e bozoti mirë. Po, kur flet shumë për ekonominë, këta ekonomistët financiarët i kam frikë se po ku më këta ndajnë qimen 20 pjesë. Po mvaret sepse tek unë është pjesa sociale dhe pjesa e biznesit, ajo që po punoj tani, unë punoj pikërisht punoj me zhvilloj biznesin e një kompanie në Torino. Punoj nivel të Italisë për momentin dhe në talme do spostohemi edhe në Gjermani. Edhe po vej domethënë në aksion, po përdor të gjitha ato që kam mësuar në Universitetin e Ekonomisë. Çfarë biznesi tash si menaxhere? Kompania ime, kompania ku punoj unë, kompania ku punoj unë është merret me paneli fotovoltaici rinnovabile. Panele Dhe diellore. bëjmë panele diellore, merret me antena për sinjalin telefonik, edhe unë po 5G, no? 5G, absolutisht. Unë po zhvilloj pjesën e mbulimit me quhet sistema DAS, është një sistem antenash që vejmë në qendër komerciale, në spitale, në hotele, ku nuk merr telefoni. Ne vendosim këtë sistem, krijojmë autostradën e pastaj vinë Vodafone, TIM, çfarë janë, vënë sinjalen e tyre, sepse sidomos tani Leonard, sikur e di, në shëndetësi po flitet shumë për të bërë operacionet në distancë. Për të bërë operacione në distancë. Do na operoj roboti. Po për të na operuar roboti duhet kemi internet shumë të mirë, duhet kemi një lidhje shumë të mirë, se po nuk patëm internet është problem. Shumë si ndritat. E pra. Se kemi ngel robotit në dorë pastaj. Mes rrugën, ngelim mes rrugës, aty është problem. Po jo pra se krijojmë autostradën e pastaj vejmë sipër makinat që duam. Me këtë merrem unë pak a shumë, është teknike, fusha ime është pak teknike, po unë zakonisht domethënë menaxhoj vetëm pjesën e biznesit, business to business. Super. Sonila, ku ndihesh më mirë? Urdhë. Tek politika, tek biznesi, pra te ekonomia, e ke të ndërthurur, mikse, ku ndjesh më kështu, më që i thua Sonilës, Sonila këtu je, wow. Ma ndjehem mirë te pjesa e biznesit sepse më jep mundësitë për të jetuar. Jep lek, Më jep lekët për të jetuar rehat, unë dhe familja ime mbi gjitha, sepse kur e dini ju të gjithë, ne nuk e di ti edhe miq që po na dëgjojnë, shpresoj të gjithë të kenë familje të mirë kudo që i kanë. Ne të gjithë shqiptarët kudo që jemi kemi përgjegjësi për të gjithë ata që kanë nevojë, mendoj unë.
sepse kemi pasur fatin të studiojmë, të punojmë, të njohim njerëz, të kemi më shumë mundësi, edhe mundësit kur ndalen kanë më vlerë, besoj unë. Kështu që këtu futet pjesa e sociale. Më thënë të drejtën ti më shumë po më flet si psikolog ose si sociologe, si politikane dhe si financiera. Po pra se më kanë pëlqyer provimet e sociologjisë, antropologjisë, ato provime i kam mësuar përmendsh, më kanë ngelur shumë. Po për sociologji, për të çështje sociale apo i kthej ke parë. Po pra thash se e di ku ishte problemi, se në pikë thash janë të bukura të gjitha këto, po unë dua diçka që të më ku kanë lek psikologët këto. Jo, mendova që sinqerisht mendimi e di kush ishte. Mendimi ishte, në qoftë se dua të ec vetëm si Sonil, okej, kam mundësi, kam shqyr Zotit nuk kam lek, gjitha këto gjëra, po kam mundësi për të mësuar. Ke parë pjesën e pavarësisë më tepër se sa pavarësisë. Po unë kam menduar në jetë diçka që jam krenare. Kam menduar në jetë që po të ecja unë vetëm, sepse kam pasur shqyr Zoti shumë mundësi të zhvilloja, do me thonë, karrierën time, po të ecja vetëm do ecja si taksi. Po të silja djetë mbrapa familjen, përgjithësi, pjesën shqiptare, do shkoja si autobus, po do arrimi, ma vash. Gjetje, çfarë krahasimi. Kam zgjedhur autobusin. Po inshallah se ke marrë fizharmonik, po inshallah autobusin. E kam marrë me 2 kate, po, me 2 kate, sepse jemi familje madhe. Po jo vetëm ato, jo vetëm familja e shtrenjtë, edhe ato që gjej jashtë, edhe ato që s'ka shtëpi, kur shkojmë mjes në punë, e di çfarë ndodh Leonard kur shkojmë mjes punë? Kur shkojmë mjes në punë aty në qendër, kur shkojmë në qendër ka disa persona që flenë jashtë, që nuk e di si thua shqip, ajo fjala tani se nuk e mbaj mend, që nuk kanë shtëpi. Të pastre, okay, faleminderit. Edhe shkoj me marr kafe unë, por nuk paguaj kafe, paguaj disa kafe. Edhe është bukur se ndonjëherë më ndalojnë thonë, "O Sonila, po sot s'më ke harruar të më paguash kafen." Ke drejt, më kisha menjën të mbledhja. Shumë e bukur edhe vërtet. Edhe gjëra më e bukur që më ka mësuar gjyshja dhe që sjell gjithmonë në zemër, që nuk ishin burrneshat ato që ishin të forta, ishin ato pa zë që janë të forta, ato që të japin mollën e fshehin dorën. Jo ato që son çka kanë bërë, se nuk është nevoja, unë tani po e thash duke qeshur fjalën që jap kafen, po. Jo, më kuptoj diçka. Jo, nuk është asnjë lloj gabimi që ti e the, se madje këtu doja të ndalesha pak vetë unë si Leonard. Pra t'i betire çdo dëgjues, çdo kujt që po na ndjek, si thonë, bamirësia nuk të bërfron. Tjeti mund të ndihmosh edhe me fjalë, mund të ndihmosh edhe me fjalë ngrohtë, mund të ndihmosh edhe me një pozitivitet, mund të ndihmosh edhe me jo vetëm ana materiale detyrimisht është ndihmë. Tjeti mund të ndihmosh edhe mos bësh tash theme për të. Tjeti mund të ndihmosh pa ka një pafundësi mënyrash që tjetri mund të ndihmosh. Kështu që bërë shumë mirë që e the, sepse në të gjithë, përveç se në vende ku jetojmë, sepse qoftë Bibla, qoftë Kurani, të dyja thonë, mos dhuron kisha, po mos dhuron xhami pa parë herë familjen tënde, pa parë komshiun, pa parë njerëz të afërt, pastaj shko dhuro atje. Pra, doja të them me këtë që duhet të dimë të jemi human në çdo mënyrë të mundësive. Pra mjafton edhe mos të bësh tash theme për të tjetrin, je human. Po zakonisht Leonard besoj që personat që nuk e di, më lejo këtë shprehje, ndoshta është e fortë ta them. Mjafton të shikosh çfarë ke rreth rrotull.
Mjafto që të heqin syt nga celulari, të heqin syt nga dëshira që të bëjmë 5 apartamente, 6, nuk e di, gjithë të pasuritë, sepse nuk e di ta them sepse as nuk i mendoj, nuk më interesojnë. Mjafto të ngrejmë sytë dhe të shikojmë çfarë kemi rreth rrotull. Absolutisht. Sepse në qoftë se kur ndihmon dikë, ne marrim kënaqësi. Nuk ndryshojmë ditën e atij personit. Edhe vetë mbushesh me një energji ndryshe, me një energji Pikërisht, pozitive. nuk ndryshojmë jetën e atij personi, ndryshojmë jetën tonë. Kur e filloj unë ditën në mëngjes me buzëqeshjen e një njeriu që nuk njoh, që është në vështirësi, i loj të kaloj, e mbaj derën kur të kaloj nona me karrocën, të gjitha këto gjëra, nuk ke kohë as me bosa e theme, as me pa me pa shumë gjëra, sepse ke mendja jote shikon gjëra pozitive, sepse për mendimin tim ti je psikolog, ndoshta e di më mirë se unë, ne nuk shikojmë me sy, ne shikojmë me mendje. Në qoftë se mendjen e ushqejmë me mendime pozitive, ne shohim gjërat pozitive te çdo gjë. Të thash pra, në qoftë se ushqejmë me diçka që nuk na sill pozitivitet neve, dukesh në fytyrë njeriu që nuk sepse nuk është okay. Unë mendova se do flise me një financier dhe me një politikane, për të ndodhe sociologe, për nëse sociale, psikologe. Të shgënjeva. Shiko, duhet ka pak të fjalën që të ti që truri, pra njeriu ushqehet me mendim. Pra, është absolutisht e vërtet, sepse të gjithë ne, nëse është një ushqim që ne nuk na pëlqen, apo nuk e duam, apo nuk e mban në stomaku, ne nuk e ham, nuk ushqehemi me atë. Dhe edhe truri, pra, nëse duam një tru të zhvilluar, pra duhet të jemi inteligjent, duhet ta ushqejmë me mendime pozitive. Sepse truri ushqehet me mendime, inteligjenca ushqehet me mendim, nuk ushqehet me ushqim. Absolutisht dakord. Qëka, gjithsesi pavarësisht se ti po mi bën bisht diplomatik sa i politikës dhe tuave. por unë edhe politika mua që më pëlqen, më thënë të drejtën, pavarësisht se s'kam studiuar shkenca politike, po më pëlqen si art politika, sepse në fund ditës të gjithë ushqehemi nga politika. Dhe ka qenë një shprehje e Helmut Kohl, kancelarit që bashkoi dy Gjermani, që thotë, nëse ju nuk ushqeheni me politikë, do jetë politika që ushqehet me ju. Po vëmë re 12 ditë protest në Shqipëri. Një protest si thush e pa imagjinueshme, para 12 ditëve, para 2 javëve, para një muaji. Edhe unë shpesher në emisione, apo moderatorët e tjerë këtu në radio me të ftuar, mi fjalë diskutojnë gjithmonë çfarë ka ndodhur me shqiptarët, pse u venit fryma shqiptarëve, pse po venitet shpresa shqiptarëve, çfarë po ndodh në vendin tonë etj. Tashmë Shqipëria ka 12 ditë protest, pothuajse mi fjalë Tirana po, por edhe në qytete të tjera, po ashtu edhe është përndar edhe në diasporë, pra kudo. Si e ke parë këtë protestë dhe ka patur lëvizje në Torino ose aty tek ju, si është fryma shqiptarëve, pra nëse e shohim pak me këtë këndvështrimin nga larg si emigrant? Atëherë, unë kam mësuar gjithmonë në shkollë që ka 2 tipa politikanësh, ata që bëjnë për lek dhe ata që bëjnë për pasion. Më pëlqenin më shumë këto të dytit mua që bënin për pasion. Duke ardhur te pyetja jote, ka shumë lëvizje, ka pasur shumë lëvizje, duke lëvizje po ndodh diçka që më lejo ta quaj një përrallë e vogël. Një përrallë e vogël e ngjyrosur kuqezi. Unë të them që emocionet që kam jetuar ditën e diel në Torino ishin shumë të forta, sepse dikur ne nuk thonim as që jemi shqiptar, mundoheshim të ndryshonin emrat, të bënim gjëra që dim se shtem shumë e gjerë. Kurse ditën e diel kemi valvitur flamur shqiptar në Torino, edhe ato që kam parë unë në Torino, të gjithë brezat janë të lodhur.
janë të lodhur edhe pothohen jo një politike të korruptuar edhe nuk kërkojnë asgjë tjetër vetëm se shërbimet esenciale. Absolutisht. Shëndetësia, mbrojtja, asgjë tjetër, dinjitet mbi të gjitha. Shqiptarët po kërkojnë dinjitet. Dhe mendon që do thyhet ky sistem, pra sepse mendoj që aty është një sistem, pra qoftë PD-ja, qoftë PS-ja, pra dy krahët më të fortë politik, do thoya që ka ndërtuar një sistem dhe mendon që ky sistem do thyhet. Pra do kemi mendoj që lëvizje të reja, po nga të rinj, pra jo thjesht të rinj si mosh, por të rinj në mentalitet, në në mendësi. mendime. Unë mendoj që për të ndëruar një sistem duhet punojmë shumë te mentaliteti, te kultura. Përveç manifestimeve që bëhen në sheshe, që do bëhen në sheshe, që do jemi gjithmonë në mbrojtjet të dheut, duhet të punojmë shumë në mentalitetin shqiptar, duhet të përdorim, duhet të ndryshojmë në mentalitet. Nuk është gjithçka leku, duhet të ndalohemi të mendojmë shqiptarët, kudo që jemi, njerëzit. Në qoftë se nuk vëmë njeriu në qendër, nuk ndryshon sistemi. Fatkeqësisht ne këtë kemi harruar fare njeriu në qendër. Duhet të vëmë njeriu në qendër. Në qoftë se ne nuk duhet të shohim gjithmonë mendoj që në Shqipëri duhet të gjej fjalët e duara sepse është një temë shumë delikate. Në Shqipëri un kam parë që po bëhen gjithmonë pallate më të larta, e kam parë që njerëzit po ulen gjithmonë nga shpatullat. Edhe në qoftë se ne nuk punojmë me gjithmen, me strukturë në shoqëri, me njerëzit, me shkollat, me sistemet, me shoqatat, me gjithçka që ndron mentalitetin e sistemit në një shteti, nuk do mjaftojnë manifestimet. Ndoshta gabohem, e shpresoj të gabohem, po jemi ulur shumë, sepse për fat keq kemi harruar ca vlera që na cilësoshin shumë. Unë besoj që shumë dëgjues që janë këto moment në lidhje, një nga vlerat që kemi ne shqiptarët është krenaria. Pjesa më e madhe për nesh ka harruar çfarë do thotë që të vesh personin në qendër. Nëse ne nuk vëmë shqiptarin, njeriu, çfarë do lloj personi në qendër të sistemit, nuk do shkojmë larg. Tani ti, pra gjithmonë se po bëjmë bashkë bisedime dhe drejtohemi edhe kështu ti, dhe këtë mënyrë miqësore, me fjalë, por duke patur parasysh një vajzë e ardhur e re në Itali, pra e kultivuar, e mirë arsimuar, si thosh, ndërtuar atë pavarësinë tënde me forcat tua, dhe tashmë edhe në Shqipëri flitet që ka një shpopullizim të madh, kanë ikë njerëzit, edhe vërtet kanë ikur. Pra, se flitet që janë rreth 1,5 milion shqiptar për 10 vjet apo 13 vjet larguar nga Shqipëria. A mendon Sonila që diaspora duhet të gjejë mënyra të faktorizohet edhe në politikën shqiptare, pra të ketë zërin e vet, të ndërtojë një lëvizje të vetën apo të kërkojë ndryshime të kodit zgjedhor? A mendon pra që edhe diaspora duhet ta shfrytëzojë në kuptimin e mirë të fjalës këtë protestë për të ndryshuar disa gjëra brenda këtij sistemi? Unë mendoj që diaspora, gjithë personat që kanë mundësi ekonomike, në institucionet publike, ne kemi shumë avokat, kemi shumë doktorë jashtë shtetit, kemi shumë figura, besoj që secili prej nesh me atë që ka mundësi, edhe po nuk pati mundësi vetë t'i kërkoj dikujt tjetër që të ndihmojmë, që ta shoqërojmë këtë që po ndos. Kemi detyrën që ta shoqërojmë, edhe kemi detyrën
mendoj unë edhe motive për cilën jam këtu sot edhe do jem gjithmonë kudo që të kem mundësi dhe që është nevoja të jap ndihmën time, ne duhet të shoqërojmë, të jemi në shpatull për të gjithë diasporën, kudo që ndodhet. Duhet të kemi një pikë mbështetje, sepse asnjëri prej nesh nuk e kalon shtëpinë me zemër të lehtë. Okay. Jemi shqiptar, kudo që jemi ne kemi zemra jone, rajon rreth shqiptare. Unë mendoj që duhet të japim të gjithë një ndihmë të vogël, secili me mundësinë e vet që ka. Po të gjithë shqiptarët kudo që janë, duhet ta dinë që nuk janë vetëm. Duhet ta dinë që me të vërtet jetojmë, kush në Torino, kush në Los Angeles, kush në nuk e di, kudo që jeton. Po duhet të ketë pika si Radio Windows, si ti, ku mund të thonë të bashkohemi, të komunikojmë, ku mund të thonë se çfarë kanë, si çfarë nevojash kanë, çfarë edhe nëse nuk zgjidhem, sepse nuk kemi mundësi të zgjidhim probleme, sepse ne paguajmë taksat edhe qeveria është e detyruar të zgjidhë probleme. Ne paguajmë qeverinë apo stafat që të zgjidhë problemet. Po, e kemi parë që nuk është kështu. Ato që të doja të thoja përpara, unë kam bërë shumë gjëra sepse në Itali sistemi funksionon. Kur isha në vështirësi, më ka ndihmuar sistemi publik, më ka dhënë dorën, më ka nxjerrë nga balta, pastaj kam ecur vetë. Nëse se ne nuk nxjerrim shqiptarët nga kjo gropa ku kanë rënë, është shumë e vështirë. Unë mendoj që detyra e diasporës është të japi dorë Shqipërinë këtë mes. Të japë pjesën e kultivimit intelektual, pjesën e kultivimit të kulturës që kemi marrë në perëndim. Në mënyrën e tij, me ato që ka mundësi. Secili kush është psikolog, kush është avokat, kush di të vej paneli solari, nuk e di. Po secili me ato që ka. Sepse dituria nuk ka kuptim nëse se ke diturie nuk shpërndan. Nuk ka detyri. Është si diçka që e merr, e fut në kuti dhe kutia merr pluhur. Nëse ne kemi më shkruaj një mik i imi, është profesor në Los Angeles, më thotë përshëndetje Leonard, thotë. Kjo zonja thotë po të ishte në politikën shqiptare, thotë me dy duart edhe madje do merrja edhe duart e tjera të afirmohej për ministër të punës dhe çështjeve sociale. Faleminderit. Po përshëndetje Landi, Përshëndetje Landi. Po kjo zonja që po flet sot dhe unë jam shumë mirënjohëse institucioneve italiane që më kanë dhënë dorën kur kisha nevojë. Nëse se ne japim dorën shqiptarëve dhe i themi deri tani kemi bërë kështu, nuk ka funksionuar, se po të ketë funksionuar nuk kemi manifestacione për 12 ditësh, duhet të them. Edhe nëse se diaspora jep dorën personave, sepse shqiptarët janë punëtorë, shqiptarët kanë akoma vlera, shqiptarët janë persona me vlera. Shiko, unë e di që ti je angazhuar me shoqatën të cilën e përshëndes Aso Albania, Aso Albania. Si? Aso Albania, si quhet? Aso Albania. Aso Albania. Faqe thash me theksin gjerman, Albania. Aso Albania. Përshëndes të gjithë, ata përshëndes presidentin Marian Bjergzën, përshëndes Landi Hysa, sepse i kam pasur në emision. Përshëndes të gjithë ata sepse me sa di dhe me sa kemi komunikuar dhe në emision me drejtuesit e kësaj shoqate dhe me sa kam informacione apo me sa mund të ndjek, janë vërtet një shoqatë për një organizat shembull për të gjitha shoqatat në Evropë, do thosha. Dhe janë të mirë organizuar. Dhe vërtet i përshëndes përzemërsisht dhe u them bravo, por duhet të dalim pak për ti Torinos. Si shikon diasporën? Jemi ne aq gri, pra aq bashkëpunues, apo kemi ato, vazhdojmë edhe në diasporë ti kemi mbart me vete ato ndasi, përçarje, pra mos i përcjellim në mënyrën e duhur, apo mos i kultivojmë në mënyrën e duhur. Atëherë, Asurbania nuk është një shoqatë, është një familje,
sepse ato janë aq shumë të lidhur, aq shumë të pastër, aq shumë të devotshëm për kulturën shqiptare që kush frekuenton këtë shoqat, kthehet gjithmonë edhe jep ndihmën e vet gjithmonë, unë, shumë të tjerë, edhe janë një shembull, kështu që në qoftë se ne në diasporë ose kudo që jemi kemi dëshirë që të bëjmë diçka sikur e bën familja e Aso Albania, kemi shembullin, mjafton që të duplikojmë. Do me thonë mund t'i marrim kështu si apripista kur themi ne këtu në Itali. Është pak e vështirë sepse ka diçka, unë kam frekuentuar edhe ambiente të tjera, Leonard, shiko, ka diçka që nuk dua që të ofendohet asnjëri, ka diçka që shkodranët e kanë kështu. Po thuje, edhe kur je në vështirësi, edhe deshe thoshe ti, po këtë deshe thoshe, këtë ta lë përsëritje deri në mëngjes. Po jo, po pastaj zemërohet Landi sepse Landi nuk është nga Shkodra ose të tjerët që janë nga Durrës, se unë i përshëndes të gjithë, i përqafoj gjithë. S'është problem me Landin rregullohen. Po jo, me të gjithë kush është në... Ne veriu, ne nga Shkodra, ose ne nga veriu na quajnë Malok. Po dhe Landi Malok Labri është, kështu që rregullohen me Malokët njëri tjetrin. Po është krevari, ti je Malok, se ti je Malok do të thotë që mbijeton në situata të vështira. Absolutisht. Je kreativ. Ka shumë persona vullnetar, ka shumë zemër të bardhë në atë familje. Kështu që unë i falenderoj gjithmonë sepse më kanë bërë gjithmonë të jem pjesë e tyre. Jam gjithmonë shumë e kënaqur dhe shumë krenare kur bëjmë takimin në shtator, që është një takim shumë i bukur që bëhet shtunën e 3 të shtatorit në Asti. Ka 5 vjet që organizon kjo familje e madhe dhe bukur shqiptare, një takim ku bashkohen gjithë kostumet popullore, të gjithë zemrat shqiptare, është moment me gjithmonë i veçantë. Dhe organizimi si e bojnë, si kjo orkestër ka që bukur me dashuri dhe me ndjenja për atë dheun, është me të vërtetë e veçantë, edhe grupet që kanë, unë i quaj, janë si flutura. Vajzat e grupit janë si flutura të bukura që për një moment të japin lehtësi në zemër, se kemi të gjithë nevojë për momente. Tash unë thash unë i përshëndes Salomon, nuk duhet të më kesh kuptojnë në atë të shoqatës, sepse jo, po i përshëndes të gjithë, sepse unë nuk i njoh në emra, unë përmend Marianin dhe Landin, sepse i kam patur në emision. Asani, të gjithë. Edhe Hasan Bulçarin, po edhe të përshëndes të tjetër. Absolutisht, Fatmir Gjata, poetin ton. Të gjithë pra, kështu që janë të gjithë të Sabrina Dorova, ka shumë figura vullnetar që punojnë prej vitesh pas 100 darkë, punojnë ditë e natë, kanë familjet e tyre, kanë firmat e tyre, do me thënë mund t'jetë si diçsi, do me thënë, mund ta marrim si shembull. Kemi shembullin, ne duhet ta aplikojmë. Dështash Sabina, përmendë Sabina Derova dhe pra përshëndes Sabina. Senila, si shikon gruan shqiptare në emigracion? E ka krijuar atë pavarësinë e vet, ka atë evolimin e vet, pra ose nëse bëjmë një krahasim, nëse mund të bëhet një krahasim me gruan shqiptare në diasporë me gruan shqiptare në Shqipëri. Ndryshimi kryesor është që gruaja në Shqipëri ka përgjegjësi të mëdha akoma sot, sepse gruaja shqiptare që jeton në Shqipëri ka frikë të smuhet fëmia, ka frikë të shkojë të bëj pazarin, ka frikë të ketë një problem me shtetin sepse nuk ka sistem që funksionon për mendimin tim. Gruaja që jeton në diasporë nuk i ka këto probleme, ka probleme tjera që kërkojnë zë, që kërkojnë vend, kërkojnë komunitet. Kjo është ideja ime. Gruaja në diasporë kërkon komunitet sot, sepse ka punuar prej vitesh,
ka shkolluar fëmijët edhe tani po kthehet të mendoj veten e vet. E kështu që duhet të shoqëruar në këto kërkesë, unë këtë kërkesë kam parë në këto vite që frekuentoj shoqatat, që frekuentoj manifestacionet, gjitha këto. Kam parë që gruaja shqiptare ka nevojë për të pasur komunitete shqiptare, për të pasur vend kur të thotë diçka që mendon, hapësirë, të hapin shkolla shqiptare, të ketë një pikë shqiptare, sepse ndonjëherë nuk është problemi i madh, po të duket i madh kur je vetëm. Në qoftë se ne nuk jemi vetëm, i zgjidhim problemet. Pa diskutim. Në qoftë se bashkohemi, i zgjidhemi problemet. Në qoftë se ngelim vetëm si shoqëritë, për shembull, shoqëritë që jeton në Itali, në Gjermani, ku të di unë, flitet për solitudin, e thonë këtu në italisht, domethënë që ka vetmi, sepse nuk kanë familje, ne nuk kemi atë problem, sepse shoqërzoti kemi kriju gjithë familje, kemi shoqëruar familjet, nuk i kemi lënë asnjëherë mbrapa familjet tona. Por ne sot në këtë pikë kemi nevojë për faktikisht, më thënë të drejtën Sonila, kjo është edhe një problem në Shqipëri, sepse për shembull ke sa të duash të moshuar që jetojnë vetëm, i kanë fëmijë të larg, nuk kanë mundësi të shkojnë. Pra ka dhe shteti, më thënë të drejtën, nuk është se ka bërë diçka në këtë drejtim, pra nuk ka qendra rezidenciale qofditore apo qendra rezidenciale të përhershme. Si thosh, kjo lë shumë për të diskutuar kjo pjesë. Por më vjen do më lejosh të bëj një pyetje, se po më duket interesante, më shkruan nga Franca, më thotë Leonardo të pendjek me shumë kënaqësi, thot bisedën dhe zonjën, thot, por do doja thot të bëj një pyetje. A mendon thot që brezi i ri i emigrantëve sot janë më të larguar nga Shqipëria se sa brezi i juaj apo i joni që kemi ikur më herët nga Shqipëria? Varet nga familja. Në qoftë se familja ka jetuar një realitet sinasti ku kanë mësuar shqip, kanë shkollën shqipe, këndojnë, vallëzojnë shqip, atëherë kanë mbetur vlerat e Shqipërisë. Në qoftë se familjet nuk flasin shqip dhe nuk i afrojnë fëmijët me shqiptarët, me Shqipërinë, nuk i tregojnë fëmijëve se çfarë kanë jetuar në Shqipëri, fëmijët nuk e dinë. Fëmijët kanë lindur në Itali dhe jetojnë si italianë. Të dielën kur ishim në shesh, diçka që më ka bërë shumë përshtypje mua është që ka shumë fëmijë që nuk dinë të flasin shqip edhe janë me prindër shqiptar. Unë nuk dua të gjykoj se cila familje zgjedh vetë se çfarë gjuhë të flasin në shtëpi, çfarë kulture domethënë të japi fëmijës, se cila familje është e lirë. Po pra, përgjigja është që varet nga familja se si ka zgjedh të shkoj përpara. Për shembull, Aso Albania ka lindur, edhe nëse gabohem, ndoshta më dëgjon Mariani dhe më thot po gabon, megjithatë ka lindur për faktin që prindit kanë bashkuar forcat e tyre, punojnë gjithë ditën, të gjithë punojnë ditën, shkojnë në darkë, bëjnë leksione, që fëmijët e tyre të rriten në mes shqiptarëve, që fëmijët e tyre të ngjojnë muzikë shqiptare, fëmijët e tyre të emocionen me himnin shqiptar. Këtë diellën në qendër në Torino kishte shumë fëmijë që nuk dinin të flisnin shqip, që nuk ishin me prindërit, edhe gjë e gabuar është nëse mendoj unë, që nëse ti nuk flet asnjëherë me fëmijë shqip, edhe e çon në një ambient të tillë sikur ishte diela në Torino, sikur janë tani manifestacione në Tiranë, duhet ta shoqërosh fëmin, sepse nëse ti e fut në këtë realitet, po zakonisht në shtëpi nuk flet asnjëherë për traditat, për atë që po ndodh, duhet t'ia shpjegosh fëmijëve me fjalët e tua çfarë ndodh, sepse fëmijët kuptojnë. Më mirë t'ia shpjegoj prindi se sa kështu, domethënë nga anë tjetrit, ku ta di unë. Prandaj them është për mendimin tim diçka që mund bëhet në diasporë, që të hapen më shumë shkolla, më shumë radio, më shumë takime, të flasit të gjithë, të ketë më shumë të bashkuar, do të kemi më shumë pika kontakti, pika kontakti, të bashkëpunojmë njëri me tjetrin.
pastaj mund diskutojmë, mund mos jemi dakord njëri me tjetrin, por jemi dakord që në qoftë se ne duam në këtë moment të ndihmojmë Shqipërinë sepse ka nevojë më shumë se sa ne, ato që jetojnë në Shqipëri kanë nevojë më shumë se sa ne, sepse në shesha të ditë kishte njerëz që thoshin kam fëmijë smune dhe nuk di ku ta çoj sepse në Shqipëri nuk funksionon sistemi. Ti par Leonard flisje për moshën e tretë. Më thuaj për çfarë moshe funksionon sistemi në Shqipëri? Jo, atje nuk Se unë mendoj edhe shkollat nuk janë duke nuk ka kujdes. Një shtet shkatroi arsimin dhe i ke sjellë ignorancën, shkatroi historinë dhe i ke fshirë kombin, kupton? Dhe ke ne do të kemi diçka parasysh që edhe doktori, edhe mjeku, edhe politikani, pra çdo kush lind nga arsimi, lind nga dora e mësuesit. Dhe ne kemi shkel totalisht, sepse ju keni pas babajt mësues vet, pra ne kemi misionarin më të shenjtë të dijes, që është mësuesi, ne atë kemi shkel totalisht, e kemi, si thosh, e kemi xherruar si vlerë. Dhe kur nuk ke arsim, pas e s'ke si të kesh as mjeksi, as politikë, pra nuk funksionon pothuajse për asgjë. Kjo absolutisht dihet. Prandaj. Kam një pyetje unë, Leonard, për ty edhe për dëgjuesit në qoftë se është e mundur. Po si jo, hajde, bëu të moderatore. Jo, nëse është e mundur, thash. 1, 2, 3. Klase. Atëherë, pyetja është, sipas jush, këto fëmijë që janë rritur në kafe e mami shikon telenovelat. Si do jenë nesër në shoqëri? Si do ngjohen nesër në shoqëri? Shiko, unë këtë temë jam përpjek të trajtoj edhe me psikolog në emisionet e mia. Dhe më thënë të drejtën, kjo është i problem i madh. Është vërtet një problem i madh i prindërimit sot, sepse sot prindërit janë më të gatshëm të shpenzojnë qindra mijëra euro, po themi, për t'i blerë një telefon të shtrenjtë, një tablet, për të plotësuar të gjitha kushtet të fëmijës dhe nuk gjejnë kohë për t'i dhuruar kohë fëmijës. Dhe i jep telefonin në dorë, thotë mos bëj zhurmë, luaj atje, ke PlayStation, ke këto, ke ato. Dhe normalisht që ky fëmijë do rritet prioriteti është më tepër të rritet i dhunshëm, të rritet i vetmuar dhe i dhunshëm, sesa të rritet një fëmijë social dhe bashkëpunues me shoqërinë. Dhe fatkeqësisht ne të ndërtojmë individin e vetmuar dhe të dhunshëm, sepse pavarësisht se poetët thonë vetmia është e bukur, por vetmia është e bukur atëherë kur ti ke një kualitet brenda vetes, por jo kur ti rritesh i vetmuar dhe përballë një gjëje të ftohtë, siç është telefoni apo tableti. Dhe prindërit, në përgjithësi, por prindit këtë gabim po bëjnë, dhe unë nuk të quaj gabim, por është faj, të rri babaj apo nëna, se nuk është të thonë që të rri vetëm nëna, po të rri edhe babaj të vijet, shtrijet, atë divan të shoh televizor, të shoh sport, të shoh kampionatin botror, ku të shoh ndeshje etj, dhe mos ulet të komunikoj me fëmijën e vet. Po ashtu edhe nëna, pra nuk diskutohet. Kjo është një problem i thellë social. E zgjata pak Sonila ndoshta, por ky ishte mendimi. Nuk ka asgjë. Unë do shtoja vetëm diçka këtu, sepse ja kam bërë shumë herë pyetjen kësaj, kam bërë vetes shumë herë këtë pyetje, me që jam teze, kam një përmbesa. Nuk është vetëm fajsh i prindit. Në qoftë se ne ndalojmë edhe e kufizojmë fajin te prindi, gabojmë. Faji është sepse shteti nuk garanton sot. Nuk ka një park ku t'i çosh fëmijët në Shqipëri. Nuk ka një park ku mami im ose motra im ose babai im që kanë nevojë të ulen, do marrin një kafe për të ulur. Shteti ka menduar të ndërtoj pallate, nuk ka menduar, nuk ka një institucion në mbarova, më fal. Nuk ka një institucion në spitalet sot në Shqipëri, nuk kanë rampa, nuk kanë ashensor për invalidët. Nëse një shtet me një spital publik nuk mund shkojë një invalid, mësoni ju se si jemi zhvilluar e kemi bërë 50 kate pallate në qendër. Shiko Sonila, atë monologun tim të shkurtër e kisha në përgjithësi për prindërimin. Po të shohësh Shqipërinë, je do thosha
që mos gaboj dhe edhe nëse gaboj kërkoj falje dëgjuesve, por mendoj që jemi vetmi shtet në Evropë që s'kemi as tren, as tramvaj, që kemi zona të tëra që nuk ka as po themi as mikrobus linjë publike. Pra unë kam zonën, se po flas konkretisht për gjithë ata që më njohin, nga Shkodra, në Marsit Madhe, në Bajz, në Han të Hoti që është dogana me Malin e Zi që është autostradë rruga, ti nuk ke autobus apo mikrobus të shkosh atje, por duhet marrësh taksi 25-30 euro ose me të marrë dikush mi fjalë dalësh të nxjerrësh dorën në rrugë për të më ndaluar në makinë me të marrë të çoj deri atje. Pra, ndërkohë që para 10-15 viteve ajo zonë ka qenë me autobuza dhe me mikrobuza. Dhe për çfarë ndodh kjo? Sepse i teket kryetarit të bashkisë apo transportit publik ku diun kush i ka ato atje, të rregullat për mos më dhënë licencë. Pra, jemi aq dobët saqë sepse shiko, shpeshherë, se po bëjmë si formë bashkëbisedimi, shpeshherë po të flasim ne, për shembull unë ti apo ne që jetojmë në diasporë, po të flasim ata në Shqipëri, shpeshherë thonë po ju e keni lehtë të flisni. Nëse është puna se kemi lehtë të flasim, në shpërblemi sepse ne shikojmë situatën më gjatë ftohtësi. Shpërblemi se ne dim ta bëjmë krahasimin me këtë që është këtu me atë çfarë po ndodh atje. Po prandaj janë në shesh për një 12 ditësh. Të shpresojmë që të jetë. Më vjen të them që jemi absolutisht afër të gjitha familjeve që janë me fëmijë prej 12 ditësh në shesh, sepse nuk po flitet sipas mendimit tim vetëm për zonat e cilësuara. Këtu po flitet për një sistem që duhet ndryshuar komplet, përndryshe ne nuk e rrim, një sistem që nuk rrin në këmbë nëse bazohet vetëm në pasuri o në sistemi pa njerëz nuk ekziston. Nëse politikanët në Shqipëri nuk mësojnë të. Shpresoj që kjo protestë të jetë kështu siç është, protestë popullore, shpresoj që mbas kësaj proteste mos të ketë leva dhe mos të ketë të tjera prapa skena që mund ta komandojnë dhe të drejtojnë të protestë. Pra, shpresoj që protesta të jetë dhe të evolojë dhe të gjithë të drejtën e saj dhe të çdo gjë që ajo kërkon është plotësisht drejt, sepse ne kemi paketën e maleve, pra sikur folëm në çfarë për gurin e bardh, mundet marrë investitori strategjik atje me paketën e maleve dhe të merr gjithë gurin e bardh, merr Alpet, merr Bjeshkët, merr tokën, merr pronën, vjen arabit, vjen amerikanit, vjen gjermanit, çonsi ka dhe blen atë tokë që gjyshrit tanë kanë paguar me gjak. Gjyshrit tanë që baba im që po dëgjon sot, ajo është toka ime. Absolutisht pra dhe ajo është toka ime. Dhe ky është problemi, mi fjalë që ne duhet të kuptojmë diçka. Këtu nuk duhet të bëjmë për të hequr njërin dhe për të sjellë tjetrin. Ky sistem duhet të ndryshojë sepse paketa e maleve, investitori strategjik, është ajo që të ta vjell të marrë pronën, pa po të mori tokën, po të mori pronën, po ta bleu, ai sjell këtë dojë aty. Dhe tjetra, për shembull, si qetje zonës Matit, zonës Borrelit, janë minatorë, sa minatorë kanë humbur jetën aty, sa janë gjymtuar në ato miniera. Dhe ai krom shkon Flori. Dhe çfarë përfitimesh që zona e Matit është ndër zonat më të varfra, po themi, të Shqipërisë, ndërkohë që nga minierat e Matit e të Mirditës nxjerrin Florin. Djes për monologun, por shpresoj që të ketë atë evolimin e dur dhe dash Zoti mos të përdoret nga levat e tjera, sepse nga Maja Vërmoshit deri në Konispol, si e thon, Shqipëria është e bukur, por Shqipërinë ka shkatruar vet politika, vet sistemi politik. Pra ne s'do kishim nevojë të lindim si të shpërndarë si zështë e korpit larg të poshtë. Nuk të iknim, asnjë nuk e lën tokën e vet kollaj. Absolutisht. Kemi ikur sepse ishim detyruar që të iknim, edhe po ikin sot. Nuk është ne ato që duhet mendojmë sot, nuk është ne, sepse ne ikëm, ishte sistemi
ndërrimi i sistemit, kurse pyetja që duhet t'i bëjmë sot, pse ikin sot të rinj nga Shqipëria? Edhe një pyetje tjetër që duhet t'i bëjmë gjithmonë vetes është, keni qenë në sistem PD, PS, kush ka qenë sistem deri sot? Kanë funksionuar gjërat? Po, ose jo? Në qoftë se nuk kanë funksionuar, thoshte profesori im i politikës, politika është me kohë. E matesh me medaljet e veprimeve tuaja. Edhe ka dy politikanë, profesorët ka qenë italian, profesorët ka qenë italian. Ka qenë italian, edhe gjithmonë. Për këtë politikës tonë s'ke asnjë që ka mbaruar për shkenca politike. Ne s'kemi asnjë që ka mbaruar për shkenca, po flas për këta drejtuesit kryesorë, më fal, që ta njohin politikën si shkencë, si art, si ashtu. Politika është përgjegjësi, Leonard. Kur të futesh në politik, është si pari shtëpisë. Në qoftë se ti je pari shtëpisë, e don që shtëpia jote të jetë në rregull, të ketë llogarit në rregull, sepse ajo duhet në jetë, të kesh do të bësh pari në shtëpisë. Në qoftë se ti futesh në politik sepse duhet të bësh shtëpinë tënde, atëherë je pjesë e dytë e politikanëve, ata që bëjnë politik për lek, ata që bëjnë politik për sens civik, për sens social. Ata janë persona që duhet të zgjidhen sot nga këto manifestacione. Ato janë persona që sot duhet jenë detyrë, sepse në qoftë se një sistem nuk ka funksionuar për 35 vjeç, pak rëndësi ka çka ka ndodhur deri sot e çfarë shifet me sy të hapur se çka ka ndodhur sot. Shifet me sy të hapur që nuk i kanë dhënë vlerë as një zbras, as fëmijëve. Nuk ka, domethënë, sistemi nuk rrin më në këmbë, nuk rrin në këmbë sistemi, nuk e marrim dot sistemi me forcë. Ne kemi, po themi, pothuajse dy breza që jetojnë jashtë në Shqipëri, pra është, po themi, brezi jonë që kemi ardhur, jo në këtë moshë jemi, po kemi ardhur më të rinj dhe jemi stabilizuar, jemi këtu, po janë në fëmijët tanë, pra fëmijët e emigrantëve që janë lindur, rritur në Perëndim, shkollohen në Perëndim, mbarojnë në universitetet në Perëndim dhe pothuajse janë totalisht të larguar nga Shqipëria, sepse Shqipëria nuk ka ndërtuar politika për të pthithur këtë emigracion të ri, pra këtë pjesë intelektuale të re dhe të çoj pranë vetes. Dhe ky është problemi i madh pasaj që ndërton që ka sistemi jonë. Po sigurisht, sepse nuk duhen njerëz të zgjuar në qoftë se politika jote nuk është për të ndërtuar, por është për të shkatruar. Njerëzit e zgjuar duhen kur don të ndërtosh. Sonila, do të bëj një pyetje, pra normalisht që asgjë në këtë jetë nuk arrihet lehtë, kollaj. Është diçka që Sonilës i ka ngel në mendje diçka një gjë që ti e ke hasur si të vështirë kur ke ardhur në Itali, që pra që të ka ngel që të ka ngel si trishtim apo që një diçka e vështirë, si diçka që i ke thënë vetes, o Sonila, do e dalësh. Shumë gjëra, po një nga gjërat që më vjen shumë keq mua, që kemi kapërcyer direkt moshën e adoleshencës. Jemi responsabilizuar shumë, shpejt. Kemi harruar fare. Kemi filluar me shpatullat e ulta, edhe për atë më vjen keq, sepse në qoftë se duam të bëjmë diçka për personat, është që të jetojnë jetën sipas fazave. Nuk është rëndësi mi kapërcy fazat, sepse në qoftë se një gjenerat kapërcen një fazë si adoleshenca, do thotë që është me pesh. Është me pesh, ka shumë thesa mbrapa. Do t'i lajmë thesat, do t'i lajmë mendime, do t'i lajmë të gjërat negative dhe të shohim gjërat pozitive. Sonila, nuk e di ato përgjigje, sepse je shumë okay dhe je shumë e qartë, por do thosha që nuk e di pse Sonila nuk ka studiuar çështjet sociale. Je vërtet shumë artikuluar, je shumë njerëz, pra
përcjellat e pozitivitetin, përcjellat e ndjesinë sociale dhe sinqerisht mirënjohje. Po mirë, Unë studioj gjithmonë, Leonard, sepse unë kam mbaruar, sikur thash, shkollën, po unë bëj të paktën 3 kurse në vit, kurse profesionale. Sepse ideja ime është në qoftë se nuk formohesh, në qoftë se nuk studion, ndalohesh. Edhe kjo është një parolë në dhomën time. është ajo shpreha që ne shqiptarët themi sa të jetosh do mësosh. Pra, kështu që njeriu duhet Unë bëj asnjëherë gjithmonë kurse, i fundi që kam bërë ishte për coaching, sepse më intereson ideja të shohish çfarë mund të bëjë njeriu për të përmirësuar. Do me thënë, si kur e din ti, ndryshimi mes coaching e psikologo është sepse coaching nuk futet në brendësi e mbetet sipër. Unë i kam bërë të dyja, do me thënë, kam bërë të parën edhe të dytën. Ti shiko, ti duhet më mësosh mua dhe gjithë dëgjuesve si të bëjnë para. Si të bëjnë para, si të bëjnë para, ta mësosh, si të bëjnë për atë po përfiton pronari im në këtë moment, të më thotë jam shumë krenar për ty, e di them unë, po më shumë se për mua e për xhepin. Absolutisht, për kështu që ti, shiko, ne bëm një orë gjysmë muhabet këtu, a kupton, thash e them sa duash, por ama se si të bëjmë lek nuk na mësove. Duhet takojmë prapë për atë punë, sepse do të bëjnë shumë mëson jeta se si të bësh lek. Të mëson jeta edhe të mëson zgjuarësia e mbi të gjitha atë që ideja ime për të bërë lek është me qenë gjithmonë i sinqert me partner. Absolutisht, sepse nëse je i sinqert me gjithë. Edhe tek pyetja sepse çështje të solucionimit të bisedës, sepse duke qenë që jemi edhe radio dhe nëse flasim serios, pastaj thonë njerëzit do të bëjnë po flasin. Po jam shumë dakord. Unë jam pak këtu në Itali thonë secchiona, ajo që studion, ajo që sepse dikush është problemi, Leonard. Se unë shkollë shkoja mirë me provime, se kisha frikë nga babi. Babi dinte detyrat e mia më parë se të dija unë rezultatin e kupton. Babi do të jetë krenar me ty, që ti vazhdimisht edhe sinqerisht nuk thon kot kush ka vajza botën ka, me ka gjithmonë vajza është e lidhur me babin, Çu thon, kanë të drejtë. Kush e ka bërë këtë këngën ka të drejtë. Ne jemi 4 vajza, babi im ka qenë krenar. Edhe kur lindim ne, babi im dërgonte mamit lule te spitali, ndërsa kishte persona që ishin të dëshpëruar, që kishte linë vajzë. Po ka romantik të burin bar. Prandaj duhet ta vizitoni kurin e bar, sepse jemi romantik, se kemi krijesë, se kemi shumë gjëra si çi shqiptarë, si shkon shkon makinat janë gut bar. E kemi çuar me lekët ton, me lekët e diasporës. Te shtëpia ime ku kam lindur unë, baba im sot është 84 vjeç, ka bërë ka pasur shumë vështirë, shumë gjëra për të sjell makinën te shtëpia. Tani të gjithë nga diaspora, nëse më dëgjon njeri, kemi mbledhur të gjithë lekët dhe babai im ishte krenar para 2 muajsh sepse ishte te rruga. Ishte te rruga që shkon te shtëpia. Sa bukur. Shiko. Pastaj ishte edhe në Torino në qendër, ndërsa mami kishte detyrë me bë pankarta. Ne i ndajmë detyrat në shtëpi. Mami vizatonte, babi mendonte. Babi e të urdhër. Pa, është pak e vështirë me shumë gra në shtëpi. Imagjino pozicioni e tij, më mirë dhuroj lule, kështu që është diplomatik babi. Si veshkat me zmjanit, ju themi, a kupton i vetë një mashkull me gjithë atyre femrave, a kupton çfarë do, si po do. Më mirë dhuroj lule, si dhe bërë. Ja, zote dhe për shumë vite. Faleminderit. Shëndetshëm, i lumtur dhe qofshi gjithmonë familje kompletuar. Por jo, më bëri përshtypje vërtet interesante kjo për të ngritur diaspora, për të ndërtuar rrugën, për të lidhur shtëpiat e fshatit, dhe kjo është një fatkeqësi, pra një problem i madh që vetë shteti nuk mendon për këtë pjesë, por duhet vend që njerëzit të ndërtojnë diçka apo të sjellin turizëm apo të bëjnë diçka tjetër, pra duhet të bashkohen lek. E për çfarë? Pra ne vuajmë për gjë më elementare, për rrugën, vuajmë për ujin, ne nuk kemi, eksakt.
Eksakt. Për gjërat më jetike të mundshme. Po kërkojmë gjëra jetike, e the shumë mirë. Ne nuk donim bënim biznes të shtëpia jonë, rrinin të shtëpia jonë. Baba im thotë, unë dua të rri të shtëpia ime. Jo, mos ke mundësi të rri të shtëpia ime. Ndërsa qeveria thotë, unë nuk kam lek të sjell rrugën në çdo shtëpi. Në qoftë se jeton këtu në Itali, nuk është e mundur kjo përgjigje. Jo, po. Të them diçka që më ka tronditur në Shqipëri para disa vitesh, në raste me njerëz të smur, nuk e dia ka persona këtu në dëgjim që kanë familjar që kanë probleme shëndeti, në Shqipëri akoma nuk ekzistojnë parkimet për njerëzit të smur, nuk ekziston mundësia që njerëzit të smur të shkojnë në spital, të shkojnë në palestër, të shkojnë diku. Edhe është në aeroport, radhën e fundit kur isha në aeroport, të gjithë vendet për të smur ishin të gjithë me benza, me makinat e fundit. Tani pyes ju, sipas jush të smurit në Shqipëri, mund të kenë benza o makinat fundit që ose i kam parë as në Itali dhe nuk e di as që quhen e as nuk më interesojnë? Po mori i kanë sepse ata s'kan asnjë mundësi të dalin nga shtëpia dhe vinin në zonë të tjera. Pra, është shiko, një problem, një person me aftësi ndryshe, pra në Shqipëri është totalisht në stres që nga dhoma i gjumit. Dhe vetëm se është në stres ai, por atje luhet edhe me jetën sociale të familjes. Pra detyron vllajin, motrën, prindin, ku diun që mos të bëj një punë për vete, por të jetë gjithmonë në shërbimin e këtij, sepse shteti nuk i ofron asnjë lloj sepse mungon shteti. Sepse mungon shteti për kraja. Qose në flasë, ose Nila, a them veti që rrugën e fshatit tuaj e keni shtruar ju? E kemi shtruar ne dhe po shtrojmë, për këtë dëshiron të vi, po e bëjmë. Vetë fshati, tash imagjino ti tani kur një rrugë se shtron, shteti s'ka bërë një ramë për këta njerëz. Për këta që janë me jo, nuk ekziston në spitale. Në spitale nëse shkojnë me karrocë të marrin në krah. Po në asnjë institucion publik. Trotuaret i ke parë se janë trotuaret me gjysmë metër shkallë. O kupton, me shkallë me gjysmë metër ti për trotuar. Okej. Po prapë institucionet publike nuk duan që të shkojnë të smurit aty. Duan që të shkojnë ata që, kështu që kanë zgjidhur problemin në origjinë. Duhet të bëj një pyetje të parafundit, pyetje rrufe, përgjigje rrufe. E ka menduar Sonila të jetë, pra duke patur parasysh shkencat politike, ka menduar Sonila të jetë, pra të marrë pjesë në politikën shqiptare, të kandidojë diku apo të angazhohet politikisht diku në Shqipëri? Në Shqipëri jo, kurse ku jetoj jam kandiduar para pak vitesh, për pak vota nuk kalova, edhe jam aktive gjithmonë në shoqërinë politike të territorit ku jetoj. Po je angazhuar me Partinë Italiane, me politikën italiane? Me Partinë Demokratike Italiane, si. Me Partinë Demokratike. Kush është Partia Demokratike Italiane tash? Partia Demokratike Italiane tani kemi Schlein, që është Okej. Se sikur e pe unë jam e majtës, jam me ikon me ata që kanë nevojë, kështu që punoj për ata që kanë lekë, jam ato që kanë nevojë. Je me bindje sociale, po kjo është e bukur, kuptova. Dëgjoj, besoj që po ndodh diçka e bukur në këtë moment, sepse kemi dëgjuar për vite që Shqipëria nuk ndryshon kurrë. Ka qenë një kondicion negativ që s'duhet përdor më. Shqipëria ndryshon po t'ja lejojmë që të ndryshojë. Në qoftë se ne ja lejojmë Shqipërisë që e shoqërojmë Shqipërinë, Shqipëria ndryshon. Në qoftë se diaspora e të gjithë shqiptarët mendojnë që Shqipëria nuk ndryshon, Shqipëria nuk do ndryshojë. Do ndryshojmë mentalitetin e jonë, do të ndryshojmë ne diçka në mendimet tona. Pa diskutim ajo. Sonila, unë kështu e kisha menduar, pavarësisht se të thënë tim shumë i sinqert, më ke ndihmuar jashtëmasi shumë me komunikimin tënd të çiltër dhe vërtet shumë të thjeshtë, shumë mesazh përcjellës dhe të jem shumë i sinqert me ty,
as 40% të pyetjeve që kisha përgatitur, për të asaj mënyre që kisha përgatitur, nuk ishte nevojshme që unë të realizoj edhe për të jam mirënjohës. Nëse ke një mesazh apo ke diçka që ne nuk e cekëm apo që pra tashmë sa të duash, minutazhi është i joti pa ndërhyrjen time. Po, një mesazh që kam për të gjithë ato që po dëgjojnë, herë e parë falenderoj sepse koha është e çmuar për çdo njeri. Herë e dytë, mesazhi që kam është që të rrim bashkë në këtë moment. Të rrim bashkë në këtë moment, të bëjmë sistem, të ndihmojmë këtë prallë, ta lexojmë bashkë këtë prallë. Nuk e dim se ku do na çojë, nuk e dim përfundimin, po le ta lexojmë, të jetojmë rrugën e pastaj do shikojmë ku do rrim. Senila, unë shpresoj që mos të kemë mërzitur dhe shpresoj që do të kemi edhe herë tjera në emision, apo shpresoj që do kemi edhe bashkëpunime për emisione tjera. Pra, gjithmonë Windows Radio do jetë e hapur për ju, por shpresoj që të kemi edhe suportin tuaj. Patjetër. Ku ka nevojë për domethënë edhe për një ndihmë të vogël, për voice, për çdo gjë, besoj që të gjithë duhet të japim kontributin ton. Anzi, të falenderoj unë shumë Leonard që më dhe këtë hapësirë, këtë mundësi. Falenderoj shumë të gjithë ata që na dëgjuan dhe të gjithë ata që po na ndëgjojnë në këto momente, edhe shpresojmë gjithmonë që të takojmë me lajme të mira, me diçka të bukur. Tani të prrallë që po na çon diku. Para se tikësh do më lejosh të bëj edhe unë që është hera e parë që bëj një urim të tillë, por duhet të uroj shumë përzemërsisht babain tuaj, t'i uroj shëndet plot, Bilalin, t'i uroj jetë lumtur dhe shumë vite, të jetë i shëndetshëm dhe të jetë gjithmonë ai prindëri krenar dhe t'i themi faleminderit për këtë fëmijë, për këtë vajzë që ai ka rritur, sepse kemi nevojë të gjithë shoqëria për njerëz që për të sjellin kaq shumë pozitivitet dhe mirënjohje pafund. Faleminderit. Natën e mirë, Senila, faleminderit. Natën e mirë gjithëve. Natën e mirë. Atëherë, të nderuar miq, ky ishte emisioni për sonte, ky ishte Horizont. Kjo ishte biseda me zonjën Senila Kulla, pra u përpoqëm të themi atë çfarë ne menduam, të themi në atë mënyrën tonë si ne e ditëm apo si ne menduam për të thënë gjërat, por shpresoj që të ketë qenë edhe një emision apo të keni marrë informacione të duara, apo të ketë qenë edhe një bisedë që edhe ju ka vlejtur, por duke patur parasysh të komunikoje me Senilën, një person që i ka mbaruar shkencat sociale, shkencat politike, apo mbaruar për ekonomi, financë, por Senila sonde ishte me shumë mesazhe, përsëri shumë mesazhe sociale, gjë që ne kemi shumë nevojë si shoqëri, dhe për njerëz të tillë duhet që mesazhet e Senilës të përcillen kudo, sepse bamirësia nuk të varfëron. Ndihma për kraja, suporti është gjithmonë një energji pozitive për ty që dhuron më shumë se sa për atë që merr. Kështu që duhet të jemi të gjithë të bashkuar, duhet të jemi të gjithë human, duhet të jemi të gjithë mos e shikojmë vetëm atë anën tonë private apo anën tonë personale dhe të harrojmë të kthejmë syt atje ku është nevoja. Dhe me thënë të drejtën, vërtet unë nisa për një emision që do bëja një emision tashmë vete, një emision që do flasim për politikë, do flasim për diasporë, por me Senilën u bë vërtet një bisedë me mesazhe pafund pozitive dhe shpresoj që të ketë qenë i vlerëshëm edhe për ju që na keni ndjekur. Unë ju falenderoj përzemërsisht për vëmendjen tuaj, ju përqafoj me zemër, u jam mirënjohës pafund për kohën që na dhuruat, për kohën që na dhuroni, për suportin që na jepni vazhdimisht. Unë falenderoj edhe ata që na kritikojnë, edhe ata që na kanë inat, edhe ata i falenderoj përzemërsisht, sepse sidomos ata që na kanë inat dhe na kritikojnë, ata janë shkallë që ne përpiqemi të ngjitemi.
Me mua Leonardi dhe me emisionin Horizont do shihemi nesër mbrëmë pra të premten e darkë me një tjetër të ftuar, me të tjetëra biseda, me të tjera tema ku shpresoj që drejt edhe një emision interesant. Natën e mirë, mos u shkëputni nga Window Radio, kalofshi mirë dhe miru dëgjofshim. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio Digital.